Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga fryrja e barkut, eksperti zbulon sekretin si të shpëtoni nga ky problem. Fryrja mund të shkaktohet nga një çekuilibër në florën e zorrëve, baktere dhe mikroorganizmat e tjerë, të cilët jetojnë në zorr dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Ekzistojnë disa shkaqe të zakonshme të mundshme të fryrjes, shumë probleme me lëvizjen e gazit, mos funksionim të zorrëve ose tolerancë ushqimore, thot një gastroenterolog në qendrën mjekësore Memorial Care Coast në Kaliforni. Ecja mund të ndihmojë në fryrjen e barkut pasi inkurajon traktin tretës të lëvizë, dhe hulumtimet kanë treguar gjithashtu se njerëzit të cilët ushtrojnë rregullisht kanë më pak të ngjarë të kenë akumulim gazi në zorrët e tyre se sa ata që nuk ushtrojnë. Kripa Epsom përdoret për të lehtësuar stresin i cili shpesh prek zorrët dhe njëkohësisht mund të ngadalsojë edhe kontraktimet e muskujve, kështu që një dush do ju ndihmojë në trupin tuaj që të hiqni qafe, ushqimet në zorr. Fryrja mund të lidhet me një çekuilibër në florën e zorrëve, bakteret dhe mikroorganizmat e tjerë të cilët jetojnë në zorr dhe ndihmojnë në tretjen e ushqimit, dhe nganjëherë shtesa delikate të tilla si enzimat tretëse, probiotikët. Hulumtimet kanë lidhur lloje të caktuara të probiotikëve me zvogëlimin e gazit dhe fryrjen e barkut, kështu që kërkoni probiotik të cilët përmbajnë bifidobakterium. Dehidratimi shkakton jashtëqitje më të forta në zorr, të cilat mund t'ju bëjnë ju të ndiheni të fryrë. Dhe kështu ju rekomandojmë që ju të pini rreth 15 gota me ujë në ditë dhe gjithashtu gratë duhet të pinë rreth 11 gota, edhe pse shumica e njerëzve gjithashtu besojnë se ushqimet e pasura me fibra janë të mira për shëndetin. Ato ndihmojnë në rritjen e baktereve të shëndetshme. Ato gjithashtu mund të nxisin rritjen e baktereve të këqija, të cilat mund të prodhojnë më shumë gaz dhe të shkaktojnë fryrje. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje dietës tuaj dhe asaj se si ndiheni pasi keni ngrënë ushqime të caktuara. Mjeku gjithashtu këshillon të shmangni ushqime të përpunuara pas orës 4 të pasdites, pasi ato zakonisht përmbajnë shumë fibra. Gjithashtu mund t'ju ndihmojë të hani më ngadalë, të përtypni mirë ushqimin tuaj dhe të mos hani natën vonë. Dhe është e mira që të konsumoni ushqime të cilat zvogëlojnë fryrjen si tranguj, avokado, xhenxhefil dhe njëkohësisht kos. Nëse fryrja e barkut është një problem i vazhdueshëm për ju, mjeku këshillon një vizitë tek mjeku, i cili gjithashtu do të këshillojë ndryshime specifike në dietë ose një test për të mos patur tolerancë ushqimore. Gjithashtu, fryrja e stomakut është vërtet irrituese dhe e bezdishme, veçanërisht nëse ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptom të ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i nenegjikut gjithashtu e qetëson stomakun dhe largon fryrjet. Ju duhet të pini 7 deri në 10 gjethe nenegjikun në 250 ml ujë, duke i zier ato për të paktën 10 minuta. Nëse dëshironi në çaj mund të shtoni mjaltë ose limon. Në disa raste të tjera, nëse ju preferoni, mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjaltë dhe limon është shumë i mirë kundër gazrave dhe fryrjes në stomak. Gjithashtu, përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë të qetësojnë zorrët dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zieni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas shtoni mjaltë dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin.
Çajini mundet njëkohësisht ta shoqëroni edhe me pak mjaltë ose lëng limoni. Kungull. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe në zorë. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zjerë ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje. Ujë me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon ju mund ta pini sa po të zgjoheni për të patur një fillim sa më të mbarë të ditës. Gjithashtu, këtu ne do t'ju njohim me ushqimet më të mira për të shmangur fryrjen e barkut. Ditët kur ju ndjeni të fryrë sidomos në zonën e barkut, me siguri ju i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje që trupi juaj e zhvillon her pas here, e cila mund t'ju pengojnë aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat ju do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtet. Gjithashtu, ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, por ajo që ne ju sugjerojmë është që të provoni disa metoda tepër të thjeshta për të shmangur barkun e fryrë. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe njëkohësisht natyrale është që ju të konsumoni ushqime të cilat janë mjaft të shëndetshme. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin të kryejë si duhet proceset e tij, duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mostretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithnjë ju duhet të siguroheni që të zgjidhni ato të duhurat. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh të gjitha toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë jashtë ato për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium, siç janë për shembull bananet, portokalli, avokado, stikat, e ndihmojnë trupin tuaj në shfryrjen e barkut dhe në nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi përmban njëkohësisht disa vitamina dhe minerale të cilat po ashtu do të ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, qumshti apo djathi ndihmojnë njëkohësisht trupin tuaj në tretjen e mirë dhe në nxjerrjen jashtë të toksinave të këqija. Po ashtu duhet të keni parasysh se edhe gatimi i perimeve është një hap mjaft i rëndësishëm. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapo këputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë, për të evituar fryrjen e barkut mundohuni që t'i gatuani ato para se t'i konsumoni. Kjo e mesme e artë gjithashtu do t'ju ndihmojë të keni një bark të sheshtë dhe të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni shumë erëza në dietën tuaj të përditshme pasi ato ndihmojnë jashtëzakonisht në tretjen e mirë duke parandaluar kështu edhe fryrjen tuaj. Këtu përfshihet për shembull xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vaktet apo ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe shumë shije. Sipas ekspertëve, ju mund të zgjidhni të përdorni ndonjë nga këto erëza edhe si çaj bimor apo sipas dëshirës tuaj. Ndërkohë, keni parasysh dhe të shmangni ushqime problematike si lule lakër, bishtajore, moll, dardha apo pjeshkët. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.